Në kuadër të shërbimeve shëndetësore që ofrohen në Qendrën Kombëtare të Mjekësisë së Punës, laboratori biokimik hematologjik vazhdon të kryejë një numër të madh analizash dhe kontrollesh laboratorike për punëtorët dhe qytetarët. Sipas laborantes Drilona Joniku, laboratori është i pajisur me kushte të mira pune dhe ofron shërbime të vazhdueshme për pacientët që kërkojnë analiza laboratorike. Në institut, kohëve të fundit, siç dihet, është rrit fluksi i punës, sepse përveç me pacienta normal, cilët i pranojmë çdo ditë prej ditës hënë deri në ditën e premte, po punojmë rregullisht dhe me vizita sistematike. Kryesisht këto vizita sistematike përfshijnë një numër të madh të konsiderueshëm të gjithë firmave më të mëdha në të gjithë Kosovës. Momentalisht po operoj me firmën e Kekut, ku ka një numër shumë të madh pacientave, si dhe çdo ditë vijnë një numër rreth 30 pacienta të kësaj kompanie. Sigurisht janë të përfshijmë edhe një numër i pacientave që i pranojmë rregullisht qytetarëve të komunës sonë. Ndërkaq, ajo bëri të ditur se në këtë laborator kryhen analiza të shumta biokimike dhe hematologjike. Në laboratorin në Qendrën Kombëtare të Mjekësisë së Punës, shërbimet të cilat ofrohen për sa i përket analizave laboratorike janë analizat e përgjithshme të gjakut, përfshihet analiza e hemogramit, analiza e sedimentit, analizat kryesore biokimike, si dhe analizat hormonale të tumormarkerëve. Joniku theksoi se interesimi për këto shërbime mbetet i lartë, ndërsa vetëm gjatë kësaj periudhe rreth 3000 pacient kanë kryer analiza dhe kontrolle laboratorike në këtë institucion, përfshirë vizita sistematike dhe ato individuale. Në 3 muajt e fundit, numri i vizitave sistematike e ka arritur dukshëm këtë procedurë, ku shkon numri rreth për një statistikë për 3 muaj është rreth 3000 pacienta. Përfshirë vizitat sistematike dhe pacientat normal që vijnë çdo ditë në qendrën tonë. Përmes këtyre shërbimeve, laboratori biokimik hematologjik në QKMP në Gjakov vazhdon të luajë rol të rëndësishëm në monitorimin dhe ruajtjen e shëndetit të qytetarëve dhe punëtorëve.